Miqtë e mirë, ju përshëndes. Uroj që t'jeni mirë. Po disa ditë që i krijova një shkputje vetes tim nga gjithë ato angazhimet që munohem të jap kohën time shumë të rëndësishme për të mbijetu atë në atje në Tiranë ose në atë Shqipërinë tonë, siç është bërë kaq e vështirë, çdo ditë më shumë që rritemi, kuptojmë që fatkeqësisht nuk duhet ta themi këtë që po bëhet më e vështirë dhe po na fut në mendje atë idenë që ta lëmë atë vend. Po luftojmë fort te ide që mos ta lëmë. Po ndodhin gjithë këto gjërat, gjithë këto trazirat, gjithë protestat, njerëzit janë ngritur, qoftë grupe nga më ndryshme, por ajo çka ka qenë ndryshe nga herët e tjera dhe që e kam thënë, rithënë dhe është parë nga gjithë dhe ajo që i ka prek më shumti, i ka ngacmuar më shumti politikanë shqiptarë dhe gjithë ata që janë brenda tek ai kuvend, edhe me se kur duhet ishin për ne, të zgjedhurit tanë, të popullit, dhe duhet përfaqësoheshin gjithë interesat e çdo individi, qoftë edhe më të thjeshtin, qoftë edhe më të voglën, gjë që mund preket, mund cënohet një shqiptar, ata përkundrazi kanë bërë të kundërtën e kësaj gjës që na kanë cënuar, na kanë dhunuar, na kanë vrarë, na kanë vjedhur dhe kanë bërë çdo gjë të keqe dhe vazhdojnë tani me hipokrizinë më të madhe duke u tallë me ata shqiptarë që ngrihen protestë. Jam në një shtet brenda shtetit, siç është Monte Carlo, Monaco, një shtet shumë i vogël, Principata e Monakos, 2,2 kilometra me sa thënë. Mbas informacion, nuk është se kam shumë informacione, është viti i dytë që vi këte, tek ca njerëzit e mi që kam këte, se do të bëjnë direkt pyetje, ku i gjetë ti nga informe tjera në këte, bukë djathë me vetë, realizacionove, je i qetë. Edhe, po, ajo që dalë shpesh te, domethënë, dalë shpesh në këtë qytetin, ose sa qytet është në këtë shtetin Monakos, domethënë. Edhe kam qef të eci. Këtë gjë nuk e kam në Tiranë, nuk e kam një vend tjetër Shqipërisë, se ke risk që ti rrezikon në çdo moment, në çdo sekond të jetës tënde, rrezikon, domethënë, qoftë nga një makinë, nga një motor, nga një njeri, bërë nga kafshët jo. Por ku ke lloj sigurie, ke lloj qetësie, ke lloj rregulli, domethënë që kam përshtypjen që pas disa kohësh ne që jemi mësuar atë kaosin e madh atje në Shqipëri, në Tiranë ose në vende të tjera të Shqipërisë, do na mërzisë kjo gjë, kjo qetësia. Por bën habi, ja duhet t'ja tregoj, bën habi që një shtet, do thoni ju që këto njerëz më të pasur botës janë del këtu, po mos jetë Monako, kush do jetë. Okej. Nuk hyj fare kësaj tezës, por është një lloj rregulli që deri diku do ishte shqetësim, siç e thash pak më lart, do ishte shqetësim për ne ky rregull që nuk kemi mësuar. Qetësi, ajër i pastër, gjelbrim, lule. Nuk e di si çfarë formule kanë këta njerëz, domethënë. Këta njerëz që drejtojnë këtë vend, çfarë formule mund të kenë këta, domethënë që kanë arrit të lloj qetësie. Të lloj qetësie që pse ose më saktë po e bëjnë ndryshe. Se pyetës jam komplet jam pak si lëmsh. Ore, çfarë na mungon ne domethënë? Mos merremi fare me këta. Se formulën nuk kemë më japin ose e din ata po dhe fusemi gotë me ujë dhe prishin atë se duan formulën, nuk intereson formula këtyre politikanëve tanë. Se janë të përlyer, janë gjithë kapur, janë gjithë shitur. Si ti përshëndes më sullo vetëm me llafe. Por ka vetëm kodra pallatesh. Nuk e di se si janë ndërtu pallat pas pallati, çdo pallat
çdo pas pallati domethënë ka rrugë, ka trotuare, ka gjithë format për të lëvizur. Spektakël. Okej. Su shkëputa pak nga kjo për të tregu këtë pjesën shumë e bukur. Çaj mungon domethënë Shqipërisë, politikanëve, njerëzve që zotojnë, dalin për fushata, premtojnë, madje edhe kur janë tani edhe Rama vazhdon akoma me premtimet e veta. Berisha me veta thot prapë unë do bëj këtë, ose një politikan tjetër mediokër i thjeshtë, se ku diun, më i pa rëndësishmi në parlamentin shqiptar, del edhe i bën ato premtimet e veta, ose edhe dikush nga protesta bën ato premtimet e veta. Pastaj më mbrapa ne kemi kaq vite që ushqehemi vetëm me premtime boshe dhe kur vjen momenti që kur janë në krye, janë ato karrige, kanë diçka në dorë, vazhdojnë me planin e tyre, vetëm vjedhin, vetëm e keq trajtojnë të vend, keq trajtojnë shqiptarët, vetëm zhvasin të del ai Blendi Goxha, deri dje domethënë ta 4.2 milion euro për të shpëtuar koncertin që dështoi me sukses i Kanye West, që edhe Jennifer Lopez i ka shkuar si informacion, ka thënë po unë pse të shkoj atje, ndërkohë që ky koncert, po të kishte dalë sukses shumë ky koncert, që ky do të shkëtonte, ai do të vinte patjetër. Nuk është se ajo ka frikë si po thënohet nga protesta në kundër Shqipërisë. Por ajo e ka marrë vesh që ka dështuar me sukses ky Kanye West, thotë si të rëvën vetës një hyll botëror i muzikës, si të rëvën vetës ajo, edhe të dështoj, se po ka lëshuar alla shqiptarësh. Si të rëvën vetës ajo që të dështoj, domethënë, jo të dështoj, të ketë kaq pak njerëz, edhe mësuar me qindra mira njerëz që ndjekin në koncertet. Si të rëvën vetës ajo të gjë. Pra, ne kisha fjalë më shumë tek pjesa e shpërdorimit të parave të shqiptarëve. Dhe që nuk je paskur llogari edhe del ky Blendi Goxha kontradiktor komplet me veten brenda pak ditësh. Me Kanye Westin dha 4.2 milion euro, kurse me Jennifer Lopez tha po mund të lejojnë një t'i japin 2 milion euro asaj dhe garanci, se kërkonte garancia. Por kjo është ajo, domethënë, pse nuk ecën Shqipëria. Si kemi njerëz kaq të vegjël që vetëm mendojnë për mendjen e tyre, për zemrën e tyre, për xhepat e tyre. Me deveksu kur mendojnë për familjarë, por edhe familjarët e vetë nuk i duan ato. Edhe ato do vi momenti që do i shesin. Amazë për njësa malorën. Që të regojnë shikta me portin e atërve që është. Do thoshte Rama tani me koment. Ja pra kështu ju s'doni zhvillimin e Shqipërisë. Se edhe mund t'ju bëja një port teatërsh Shqipëri, atje në Zornec për shembull. Spektakl. Pami pa koment, do thoshte njën. Se di më nuk e di çka ka ky vend, domethënë që ka një lloj harmonie, një lloj lumturie, njerëzit janë gjithë në habitatin e vet, të lumtur, privatësinë e vet. Maqur dhe nuk shqetësohen nga askush. Si bëhet sa foto me telefonin. Nisëm të shkoj drejt qendrës tani. Ikje ke kazinoja, shalla po na ecë.
Ja duken këto që sa po janë kthyer nga kazinoja gjithë vram. I ka vrar kazinoja komplet. Shpati. A mon mërzi u lolla me llafet e mia kom kot. Po realisht ka shumë pikë pyetje, dhe pikë pyetje më madhe që bëj kryesisht pjesën e madhe e shqiptarëve është a do bëhet ndonjëherë Shqipëria? A do bëhet ndonjëherë Shqipëria? Kjo është ajo që po bëhet kam shtyr të kohët e fundit, po bëhet më shumë si pyetje. Madje disa japin dhe përgjigjen e kësaj që s'ka më bënë ndonjëherë Shqipëria. Ka shumë njerëz të mirë që po mundohen fort edhe nëpërmjet protestës që kanë një lloj besimi vetvete që mund bëhet diçka. Mund ndikojë diçka për mirë në kjo protestë. Mund ta shkondi këtë klasë politike. Mund t'japi lloj mësimi. Por që edhe kjo protesta për ka pas të mirat edhe të këqijat e veta. Kjo çfarë po ndodh sot, këtë ditë me këto përplasjet, ka përshtypje do të kishte ndodhur më herët. Do të kishte ndodhur më herët kur ishim më shumë. Ishim më shumë, të jemi pak më të organizuar. Që këto arrestimet që bën policia, këto pengmarrjet që marrin me zor, që rëmbeni, kapin sa ndek ti. Qosheri që ndjekin brapa, një grup policë që 15-20 veta, kapin një protestues e marrin zvarr. Po t'ishim me grupe të organizuar, dhe tregonin bashkësi. Bashkësi dhe bashkim të një dore. Gjithë këtyre dy duarve, në një dorë. Se di, uroj që nuk është se po dua t'jap zgjidhje, nuk është se e kam unë zgjidhje se ta kisha. Dhe thoja, shumë e vështirë, por ajo se çka shohim, ndoshta s'është krahasimi me vend që po bëj midis Shqipërisë dhe një shteti siç është Monte Carlo. Se jemi shumë larg, por prap, çka ka Shqipëria që paktën nuk rreket bëj diçka. Paktën mundohet. Që e vape, menimet nuk është shumë vape. Nuk është vap, po jo në vap, është disi çfarë, po thjesht ndoshta edhe malorja bonit vetëm. Ka kallaballik. Raca nga më ndryshme. Ka nga këto makinat e vjetra fare që kemi pas diku në Shqipëri, po i hoqim nga Shqipëria se fikeshin rrugës. Ka shumë kështu, pulbarta. Dukesin pllumat mëdhenj. I kam çu pllumat edhe këtij. Shiko arrita, tani e kujtova ku erdha. Isha para sa njerëz, kena të bo. I kam vënë vetes një detyrë me hum. Du me hum, po s'po hum dot. Po ecë kom kot. Edhe ka disa ditë që dal te vërdall. Shteti i vogël është. Edhe du me hum, po s'po hum dot. Du të hum. Po dita disa që s'po hum dot, edhe. Si mund të hum, më thoni një mënyrë si mund të hum. Doja që të humbja këtu në Monte Carlo, ishte gjëja më e bukur më të humbësh. Të humbësh këtu, do je me fat. Ka halle të keqe. Është tremnu goca fare. Ja, të shohim tani këtu rreshton gjithë makinat më kot.
Rreshtohen du para kazinos. Si punë kështu parkim kisha fillu unë duke parkingu kazinos për shembull parkoja këto makinat. Kisha boj rrogë mujore më të madhe si Edi Rama. Dhe Edi Rama të më kishte zili. Ciao. Hello. Hallo. Hallo. Ju përshëndeti, me ju I kishte. Ja, kur rreshtohen gjithë njerëzit tu tani me bo foto, video. E gjithë me telefonë në duar. E këtu kalon gjithë makina, dhe këtu I bëjmë foto, video. Kotë si mos marrë edhe unë atë karrocën e dylit, ta kisha si do të bëjë edhe unë I gjiro këtu. Ja. Po kjo hyni jashtë rradha këtu. Ja, vazhdojmë tani me. Mi thoni ju emrat se s'mor është. Unë I kam pas gjitha këto. Kalon një numrin e telefonit tu. Mos ma prek thot. Kalon një numrin e telefonit. Lëvizë, këto e kanë top zonën të gjithë. Si s'ka njime që të shkruhet I lajo o gzim. O goca, hapun I qik me si ka makinën. Hapun I qik o goca. O goca. Si ditë se nuk gjërën nga. Hapun I qik se ka makinën aty. Ore, hapun I si ka makinën. Ha, me këte ftyrët kemu atë makinën të dhe. Se beson njërime që qikur flasë, qikur I them, hapuni se ka makinën dhe lëviz. Jam I pa besushën fare. Po bos, largonim se ofro afër. Shih, zoti moj. E Miledi mollër me për zotit. Çfarë votër? Imagjino gjithë to makinat e shtrejta aty që janë gjithë janë ca plaka. Janë 80 vjeç, 90 vjeç, që janë futur ke kazinoja po falen këtu. Janë këtu ke kazinoja Monte Carlos. Dhe janë futur aty. Pi bën kështu. Çik. Mirë miq, ju kërkoj ndjes ju çava kokën me këtë muhabet e mia kopalidhe. Ju përshnes, edhe ju abov zoti marë, të vini njërë të kjeri makinë si këtu. Këtu asnjëherë nuk e uroj që të futeni, se është një nga veset më të këqija, që mund ketë provu ndonjëherë robi, edhe që mund ketë asnjëherë. Ai që e ka provu, e din se sa e vështirë është të dalësh nga kjo, gati e pamundur dalësh dhe çfarë shkatrimesh dhe çfarë sprovash të jep në jetë. Shkatron jetën, familjen, me shoqërinë dhe shef botën vetëm interes dhe njerëzit që të rrethojnë shef vetëm interes dhe s'ka perëni që nxjerrë nga është plagë molle që këtu asnjëherë, edhe me shaka nuk e them që të shihni vetën këtu. Ju përshtes të jeni mirë gjithë. Dali herë.
merr mezë për me filmu këto makinat, jo këto që dorën du më. Makinat, jo këto e zot. Që shko kamera vetë atje, nuk e di. S'ka vend ashtu. Jo për njoh fate, jo pas njoh fate. Ore s'ka vend për ti për është. Jo, a mjef mu dhe unë njoh Edi Ramën e mjefti mua, jo. A mjefti mua, s'mjef mua, jo, po, ku di që. Unë ju thash ju që nuk të futëm e po. Se bajta do, nuk e bajta do, të futëm i erë. Ju thash që mos hyni, do më thënë ju, mos hyni asnjëherë ke këto lojë. Është bes i keq. Po futëm nuk falem më një herë. Çfarë bëhet? Po. That was bring a portion. Po. Open the back. Yeah. Passport? Okay, thanks. Ku ka lek vajme, nuk kam një për qef. Habi qi qonë dhe, qonë dhe ime vetë nga 20%. O, zot. Hajti shanë në dhe i fatin mirë këte. Quna që ju përshëndes me këte video, shifti vetë ju. Për të bose vape gjona, se shifti gjonat mirë, për që bëhet. Shumë s'mor vesh mi të regoni të shikë. Kjo këtu, që po foto këtu për flas me il padrino, po. Çka ka? Kjo ç'është kjo? Lare ç'është kjo? Ç'është kjo? Stampa Casino, sa janë fare. Oh. Po kjo tjetra, që kjo është për pasqyrë, për nuk është pasqyrë. E zoti, ma. Pasë edhe më ignorancë sa unë. Kre flokët të e, pësë është për të kre flokët më gëtë. Pikë të tjerët. E zoti, bjerë ma. Ha, të keqë, na. Ha? Që bjerë këtë e lartë. Këtu, këthejnë kokën gjithë, mas i humi legët, i këthejnë kokën të e lartë. O, dhe i bita vonin kokë. Ky ka qej pari këtu, kjo ka qej gruaja vet. Pastaj ky hyni pari, i la gjithë lekët, hyni ke tjetri thonë, mjep gruan tha, që t'jap lekë prap. Edhe hyni kjo pastaj me bë foto mes dhe shkatroi gjithë ato ide. Pastaj kjo pastaj kur u martu me këtë tjetrin pastaj, i erdhi ky ushtari tha, triun tha, që t'jap mend tha të këshilloj kur ti je duke humb lekët. Se kështu kanë ndodhur ti tjetrit para teje tha, kur humbi lekët gjithë la dhe gruan tha. Edhe ky e mori me vete këtë ushtarin. Edhe ne di ky jetoi lumtur për ca vite. Se nuk luti kazino, e këshillon dhe ky ushtari. Se ku iku ky ushtari tani hajde gjë. Ja. Ky ushtari pastaj tha, me që unë kam mbrojt jetën ty do sjell gjithë shokët e mi, do bëjmë darkë, si kanë gjithë kështu, janë gjithë fortë me tregu se çfarë pushteti ke ti. Po e thon. Edhe i solli gjithë to, ke darka. Edhe filloi ky duke dalë si njësh me gruan te ky mreti, që kishte kazinon. Edhe ky nuk luti mua asnjëherë që të dite. Edhe vishi rob gjithë. Mas asaj darkës që shtroi me ushtarin. Me gjithë shokët e ushtarit. I mon fare janë për histori, e? Po kjo çështje. Ke ka mbyll syt, unë hy me sy mbyll, thot tu. Normalisht do të hysh me sy mbyll, se po e pe mirë të vend tu s'bëhet me hy më. O, zot. Ja.
të kapele shu I ka fiksimi shoku im. Qyqë. Kjo ka qenë kazinoja, është këtyn muze tani, kazinoja kryesore Monte Carlos. Po sa për kuriozitete, se unë vazhdoj prapë me të thirrjen që ju thash pak më lart që mos e provoni se keni më kujtu.